Tyrbja Pul në fshatin Babajt Bokës të Gjakovës ka filluar të renovohet dhe zërohet. Kjo bëhet me iniciativë të disa banorëve të këtij fshati. Sot në pranitë e shumë besimtarëve është bërë hapja e punimeve ku morrin pjesë fshe dhe dervish. Mirë, po nuk njihte kanë. Edhe në dëshirën e kalit Shalës. Ku ta qete kali, ati me shkuë. E në spja prek frenin hiq, kali shkoj në katundin dugagjin, baba të herë e vlerëson të ishti pregaditëm, dash nga ona njerëzore, dash nga ona shpirtnore. Shëtahiri i thot një dervishit dhe le thuj, pashës kje selam për shëtahirit, po të mundësi nali ato muzikët, se kemi këtu tyrbe edhe kalon rruga në për vakansë. Mirëmbajtësi i tyrbës thotë se renovimi dhe zërimi po bëhet nga që kërkesat e besimtarëve që vijnë këtu është i madh dhe kërkohet hapësirë më e madhe. Nuk ka ne vjetër, po pak e vogël, po bëhet pak ngushëm për shëngjesh, është tyrbja, është e nevojshme me rrit, është tyrbe e vlefshme, ka vlerë, tyrbja e Pulaj, nevojshme në Ziri, edhe kem vendos gjithë familjarët që ta rrisim edhe ta bëjmë si që ka hije një tyrbe. Elhamdulillahi Rabbil Alamin Errahman. Tyrbja Pul është në fshatin Babajt Bokës së komunës së Gjakovës dhe sa herë ka festa dhe ditë të shënuara mbledhen qindra qytetarë nga Reka, Keqe dhe Megjer.